Ditë pas ndarjes tragjike nga jeta të këngëtarit shqiptar Shpat Kasapi, në disa portale dhe rrjete sociale ka nisur të qarkullojnë hipoteza të reja mbi shkagun e vërtet të vdekjes së tij. Deri tani, familja dhe burimet zyrtare kanë deklaruar se shkaku i dyshuar është arresti kardiak, por diskutimet që po lindin në publik tregojnë se jo të gjithë janë të bindur për këtë version. Pikërisht këto hamendësime kanë ushqyer teorinë se ndoshta pas vdekjes së papritur fshihet një histori më e errët, e lidhur me përdorimin e substancave të dëmshme. Sipas disa burimeve mediatike jo zyrtare, është përfolur se Shpati mund të ketë qenë në ndrysninë e madhe emocionale nga angazhimet e fundit, udhëtimet dhe problemet personale që ai kishte përjetuar prej kohësh. Në këtë klim të tensionuar, disa njerëz pretendojnë se ai mund të ketë përdorur her pas here substanca që i jepnin energji apo qetësi të përkohshme. Natyrisht, asnjë nga këto zëra nuk është konfirmuar nga familjarët apo institucionet mjekësore, por fakti që këto thashetheme po qarkullojnë me shpejtësi ka bërë që shumë njerëz të dyshojnë në versionin fillestar të ngjarjes. Një pjesë e opinionit publik ka ngritur skepticizëm për mënyrën se si ndodhi vdekja, duke vënë në dukje se një arrest kardiak i menjëhershëm, në moshën e tij dhe pa histori serioze mjekësore të publikuara më parë, u duk për disa si shumë i papritur dhe i pashpjeguar. Këto dyshime, të kombinuara me zërat për përdorimin e substancave të forta, kanë çuar drejt teorisë se ndoshta Shpati mund të ketë pësuar mbi dozë, një supozim i bazuar vetëm në thashetheme, por që ka marrë shumë vëmendje online. Nga ana tjetër, ekspertë të mjekësisë kanë paralajmëruar publikun se çdo pretendim i këtij lloji nuk mund të merret i mirëqen pa prova dhe pa raport mjeko-ligjor. Ata theksojnë se mi ngarkesa fizike, stresi emocional, lodhja e tepërt dhe faktorë të fshehur shëndetësor mund të shkaktojnë po ashtu infarkt të menjëhershëm, pa pasur nevojë që përfshihet përdorimi i substancave të dëmshme. Në këtë kuadër, shumë kush kërkon që të respektohet privatësia e familjes dhe të evitohen spekulimet që mund të rëndojnë edhe më shumë dhimbjen e tyre. Megjithatë, fakti që ngjarja ndodhi papritur, pa dëshmitar të drejtpërdrejtë dhe në një vend të huaj, ka lënë hapësirë të madhe për interpretime. Disa njerëz mendojnë se raporti përfundimtar mjekësor mund të zbartë të gjitha dilemat, ndërsa të tjerë dyshojnë se e vërteta nuk do të dalë kurrë plotësisht në dritë. Por e vetmja gjë e sigurt për momentin është se vdekja e Shpat Kasapit ka lënë një plagë të madhe te familja, miqtë dhe fansat e tij, të cilët vazhdojnë ende të kërkojnë përgjigje, ndërsa opinioni publik vazhdon të debatojë rreth çdo detaji të kësaj tragjedie.